lidhjes së mesme bashkë me këta njerëz të përshtatshëm vazhdimisht. A ka qenë vesh një rast i izoluar që ata dosha Daniel me pyet më herët, çysh përshtatet vetë, a mendon se vesh një lidhje e rastësishme le të themi lidhjes së mesme me rastin në fjalë dhe me këtë aferën e këtij ishulli, apo është se diçka pak më të thellë? Se për mua prapë vazhdon me qenë shumë interesante çysh ron këta njerëz në kontakt. Unë besoj që Dubai është shtet maket i planit zionist të dominimit global, kështu besoj unë. Edhe me qenë se Aziza Ahmed ka operu me bizneset e saj në Dubai, ajo është një tax haven, s'paku ka qenë deri në para 5-6 vitet e fundit Dubai, ku të gjithë miliardert, pa marrë parasysh se si kanë fituar parat, kanë mujtë me shku dhe me i shpërla në Dubai. Prandaj nuk ka në barrieret madhe le temit kontaktit, me qenë se aty kanë mujtë me shku me fluturu gjithkush. Edhe në mansonet e elitarve kanë mujtë me përshëndetë dhe pastaj me bëhet dosta, sepse afërsia ose lloji komunikimit është një kasht, nuk e di atë ka ra gonë që ty me ishë shumë, po gjithë janë të i falenderu Epsteinin. Ishte shumë knaqësi, shpresoj të takohemi përsëri, dhe me thënë, ajo është me një farë mënyrë në rolin e një zoti i njeria, po kupton për gjithë të tjerë. Ta e adhurojnë, ta e madhrojnë, të jeshtë prej natyrës së shkrimit. Ka një madhërim të paspjegueshëm për figurën e ty, me gjatë se nështë të spjegimi është që influenca e ti është e jashtëzakonshme. Ka qenë i përshtatshëm? Hap dyrë. Profesor e sheti me Ehud Barakin, presidentin e Izraelit, i thot duhesh me dalë edhe me demantu që unë jam agenti Mossadit. Me thonë ka kontakt në nivel presidencash, nivel pushtetarës gjithandi globit. Prandaj nuk përbën asë një befasie se si Dubai më pas një relacion me ta. Për mua shumë interesant se qysh seksi mundet me kthy pushtetin me ndryshu pushtetin. Pra pse është aq e rëndësishme marrëdhënia seksuale në determinim pushteteve globale. Pra mundem të thonë që krejt njerëzimi e ndryshon çastin, e ndryshon vlerat e veta për kur vjen puna veç te fantazia seksuale. Për mua sepse këtë njerëz të përfshim janë njerëz që janë pas njerëz më tradicional, njerëz më të lumtur, njerëz të shembull me vlerat më të duhura të njerëzimit të kështu. Jo rastisht po flitet na për botë tashmë, ana për shumë çështje që Epstein ka mujtë me qenë agent i shumë fisht. Edhe jo rastisht ashtisht ka dalë në pat termi honey trap. Kjo dyshohet për shkak se kjo dyshohet që vizita e parë e Epstein, zyrtare që dihet, ka qenë në Moskë. Dhe këtu flitet. Edhe dyshimi fillestar është që ky është një plan i KGB-s, që njihet si honey trap ose kurthi i mjaltës, që lidhet me aspektin seksual, ku shumë figura të ndryshme botërore kanë hyrë për afera seksuale me të mitura, që pastaj janë xhiru e pastaj janë përdor si shantazh. Dyshimi është që kur Epstein e ka jetu këtë fuqi që e ka seks, edhe këtë fuqi që e ka e kiti ndonjë lider përmes një videos, ka vazhdu me shërbimet e tjera, sepse ai ka muhabet me njerëz në Kinë, njerëz në Arabi Saudite. Kjo ka bu ma të veçantë, është ta raportet me... Për militariani, arsyeja pse ata e cilësojnë ato si zot, ose si diçka tepër të rëndësishme, është për faktin që kur presidenti amerikan nuk ka informacione çka po bën Rusia dhe Kina, Epstein ka pas. Si jo rastisht për shembull në Australi apo në dy vende të tjera, janë nisën në Britaninë e Madhe, dje u jopi dorëheqjen njëri kryesor që ka qenë nga financat në Britani, për shkak që ai çfarë fuqishëm ka qenë sekretari për financat në Britani ka dërguar një muaj përpara info Epstein se çka ka ndodhur me tregun financiar. Se këtë pesh ka shtë madhe, apo mëndon që gjitha nga shantazhit që ka bo... Unë nuk mëndon që lidhe shumë me shantazhin, ma shumë lidhe me qëta nivelin si sa çfarë siguri ka ofru ai në aqat ishull që ty në njerëzve shumë të fuqishëm për me bëha sane që ata nuk dojnë me marrë vesh kërkosh. Kjo ka qenë, unë e besoj sepse gjuha nuk është, kon nuk lexon të gjuhë që është që e urejnë ato, se që janë të një friksun për tina, kur nuk i mesazh që Epstein ka shantazhu dikën. Në të njëjtën kohë, kjo mas shumë të kritikohet ose vlerësohet për të farë arsyeën që e ka pas në dorë krejt. Po, unë në asnjë mesazh kur nuk pa që ai ka kërcënuar dikën. E në ndërkohë po dalin njerëzit më të fuqishëm të botës që ka pas në dorë. Për mua kjo është edhe shumë e rëndësishme, po kush kanë qenë edhe individ që s'kan pas në shafam pozitë ose pushtet që kanë pas komunikim me ta. Për shembull, djerë ka qarkulluar edhe emaila ku një vajzë shqiptare i shkruan email dhe veç i kërkon me punu si praktik për me qenë asistente personale e tij, edhe më thonë është thjesht një email, pra për mua shumë e rëndësishme me ditë çysh kanë mujt ta njerëz me ranë në kontakt. Edhe thash më herët që krejt njerëz që janë të përfshirë që në një pak ndërtat që na e dim publikisht, janë njerëz që janë pas si modele, janë njerëz që janë pas
pa si personazhet ma të kompletuar teme të secilës shoqëni, pra sidomos të asaj amerikane. Edhe nuk po flas vetëm nga pushteti, po flas edhe për nga prestigji shoqëror që e kanë pas. As po doni me shtru pyetjen kryesore kujt i ka shërbyer shantazhi këtij, qëllimisht o? Ja po, po më intereson, po janë 2-3 pyetje, 2-3 ideja ku na ka shërbyer. Se në periudhë të ndryshme, nëse lexojnë mesazhet për shembull vitet 80 i ka shërbyer më shumë shije që ka qenë nga Rusia. Tani mas 90-ve ka dalë në tjetër ka është lidhur me Izraelin, ka pas marrëdhënie me Kinën, domethënë as nuk ka një përcaktim. Jo, përcaktimi është i qartë. Kujna i ka shërbyer? I vetmi favorizim që i ka shërbyer shantazhet i Einsteinit është shteti i Izraelit. Më thonë, nuk ka asnjë dilemë këtu, po unë nëse veç e diskutojmë këto, atëherë pak më çudit atë. Pse e sheh kështu? Jo, s'kam më çudit sepse po i shtjellojmë gjitha gjërat. Jo, po mënoj vjen puna edhe te se e shef që jemi këtu na me lidhatu Izraelin as asnjë shtet, jemi këtu me po nuk rreve shpytja kryesore që mënoj që është për famës, që nëse ti shantazhon diko po me